Përshëndetje të përzemërta për gjithë juve shikues të emisionit Privemi Mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë premte. Vazhdojmë tutje ku për mbrëmjen e sonte në vjem do të keni rast të ndiqni 50 pyetjet me aktorin e madh Sevdair Adogoshi nga Gjakova e Bukur. Se çfarë ka për të na thënë ai, e ndjekim bashkë materialin e parë për mbrëmjen e sonte. I madhi Sevdair Adogoshi, faleminderit që je në 50 pyetjet e Prives. Faleminderit edhe për juve, mirë se erdhët në Gjakovë, në restoranin më të mirë në Gjakovë, Villa Italia. Tepër kënaqësi e madhe me kohën bashkë. Legjende di që kështu intervistat nuk i kitë shpesh, ta mdoket nuk i fort qef me dhon intervista. Po ti am tha legjend. E vërtet. Legjendat të dalin shpesh, të një intervistë bërë bajat. E vërtet. Për ndryshe ngjyrë kogja mirë pas ke marrë, mdoket Turqia i ka fajet, a? Turqia. Qysh kalove? Isha në Lani, në Antali edhe në Podrum. E met vish me hypën katë parë dhe katë dytë. Super. Komedia Deti pa para. U shku që midin erë në Deti pa pare? Në Gjakovar që ato kemi prioritet. Cila është një pi gjanave ma qesharake që të kanë ndodhë në për ture jashtë e që edhe vetë qeshë sahare kujtanë? Momentet ma qesharake jashtë në turneja, ato i kemi pas me Cimen, me Lecin, kemi konë ka raste shumë qesharake që shpesh e kujtoj edhe keshi me lot falja. Komedit po vazhdojnë suksesshëm, ama veç në YouTube. Pse kjo zgjedhje? Po, ti parë se janë nisën fillim më tha legjend, pasi më tha legjenda duhet mi lutë televizionet, se ato kanë nevoj për mu, unë s'kam nevoj për televizionet. Nëse ata kanë nevoj për mu, mujnë marrë me bo kontratë me bimin, për ndryshe na jemi gatshëm. E rëndësishme është që publikut s'po i mungon, edhe interesimi është shumë i madh, tregojnë edhe klikimet edhe komentet që mezi presin komedit. Fitimet po besoj edhe në këtë formë janë të kënaqshme. Qysh e ki raportin me parën? Mirë, nuk është mua në ku. Në Gjakovar nuk kanë kohë, kur thonë me breqe. Si Gjakovar, e kështu tipik kursimtar? Po normal, si jam Gjakovar. Në çka harxhon kështu ma shumë se që duhet? Në çka? Në tesha në ashta, super stel? Ja, në varet. Në varet. Sa kohë të merë përgatitja një komedie? Dojtë me thonë, përsi e ka njësë bimi me bo skenarin edhe regjin, unë skenarin një maj, ka pak e në regji si përzina heq. Kështu që bimi është, e ka një stil të regjis, ka kretë ndryshë për meje. Po, unë tash për adaptona, këm njësë me adaptu, se për ndryshë për para se s'kum pranu regjit kërkujnë. Njerë këm bo një komedi me Zanen, tash me bimin t'ja prandoj kretë. Nuk di hitë sa zgatë, vi që më thirë me lujtë. Super, shtim. Cila është arsyeja pse Qumili nuk u bo bajat? Mas pari humorin e kom pasion, e kom profesion, edhe mledhi material mirë, edhe humori është shumë është delikat, që me thonë, humorin duhet me pas kujdes, shka për banë, shka për shkërun, të interpretimi, barë të kretë, të regjia, të montaja, kretë të mledhe. Kogja komponent, kogja arsye. Qka ti prish njerëva çdo ditë në këtë Kosovën tonë? Mi prishin qëto televizionet që i përmendet ti, qëto emisionet që s'una mi këshyrish. Apo, më zvetë. Show të maqorëve unë i tomë. Thuhet që aktorët e humorit për veti kështu nuk janë të lumtur. A vlen për ty? Po, edhe unë nuk jam bashkë qa që lumtur, sa më ndojnë njerëzit, edhe unë kom probleme, kom ngarkesa psiqike. Kur humoristat nuk janë të lumtur? Do me thonë ko ka vërtet. Nësa ora e njës ditën Qumili? Po, ditën në gjithë që ora në 4 gjysë. 4 gjysë dhe dalë për shpisë. Dhe në 7 gjysë për jashtë. Si ushtroj. Shumë vital. Do me thonë që kjo është rutina jote çdo ditë mëngjes, a? Ushtrimet, a? 2 orë. Nuk orë në i sanë që s'jem këtu, a dhe ku t'jem jashtë edhe në detë, ato i vazhdoj. Super. A i friksohet Qumili plakjes? Sever se më thu heki syzar dhe. Shumë fast po do kështë edhe me to. Po hime në hije tash, hime në hije. Hime në hije tishës. Edhe i herë pyetjen? A i friksohesh plakjes?
ka vete. Ku të ta jakon nga Pleshnis, po merman nuk mund në komu që vish pull të ri, mërzitna se tash duhet më pajtu qatë ditë që ti bën 60 Angel, më gop tysha për thonë. Okej. Nesë ti je plak. Aj me Sa dush baju? Aj me det. Legjend, kur e ke nisë këtë profesion, a ta ka marrë menja që keme shty ka gjatë? Jo Angel në fillim jo, po prej vitit 90-92, atëre po, e kum ditë që e ti me kamerë, a vënderme për mas, a e për Gjakovosa? Nuk o Gjakovan me djetem, veç do kuadra për mas mi pëlqejnë me gjas. Cila është gjëja më e mirë e të qenë në rrit aktori humorit? Për me qenë aktori humorit, duhet më konë humorist. Okej. Kryus vetë, me shkru vetë, mi bo vetë, dhe më thonë, me këtë jetën i ku bo vetë. Tekstin, regjin, interpretimin, tash edhe montajën e bën bimi vetë. Okej, do më thonë super. Në fjallojmë kërkuj, sukur fëmin tonë që e rritë vetë, që kjo është mas mire. Sukur nuk është sukur e qënë qerë dhe me të rritë dikush tjetër. Sakt. Kur rritë vetë, është ma... Kur kem të Gjakovar, qka është diçka që thuhet për Gjakovar të që s'është bashkë keqe vërtet? Këtë që të forët shkenë për Gjakovar, hisën vërteta për kooperaci, Gjakovar nuk janë kooperaca e njerëz ma kavalerat, dhe më thonë, këtë ata kosovarët për para lutës, që në ardhë me boqerë, i në ardhë në Gjakovë, për me ti, për najtë, me ngu muzikë, po, e këto janë këtë forë që i ka qitë për Gjakovar, dhe më dhja pas zëjtë i këmë qitu në vetë, për Gjakovarët nuk lodhët, për parë se japin. Shta këtë të pysë, të thonë që një pjesë ko gjatë mirë shty në fore dhe i kanë qitë Gjakovarët vetë, që bojnë humor vetë. Ja pas zëjtë i këmë qitu në. Pas zëjtë i pas këti. Treshi për sheshi, këtu e shumë vite më herët, që shu bo bashkë? Në vitin 86 me ushkon ai Mustafa Lidi, ai i pari, po fatën domi edhe Gjevdet Moriqi, kanë thonë marë cimen, Mustafa Lidi lesin, dhe më thonë në punaj që i kumë bashku, se unë i konë tekst shkru si treshit për sheshit. Po edhe ne jemi bashku për një herë, për një emision. Mandej ndodhe që është ndodhe. Me punu 3 veta bashkë nuk është e letë, po besoj që keni debatu për pjesë saktume, për çka keni debatu mas shpeshti? Normal, kemi debatu, kemi pas marrëveshje shumë në me veti, mirë kuptim, dhe kanë ndërhy rrima tjera të na, për me në nda, kështu që unë im tërhek, se nuk kum dash me punu me regjisorë dhe me skenarist, ata kanë punu me regjisorë me skenarist, unë i kum thonë jo, se unë i bëj vetë. Që kjo ka konë arsyeja? Po, nuk kum pranu kërkush me bo asë regji, asë skenar në ma shumë. Një shije Treshi për sheshit në ardhë për vetri bile bashkë në Klan Kosova, Treshi për sheshit junior, qështu dok në këtë farë rikrijimin, ripërpunimin mas shumë viteve? Mirë, mirë shumë, janë 3 aktorë të mirë, të shqyqyshëm, 3 kanë lujtë rolin mirë, po duhet punë shumë, po nëse dojnë me punu tashmen, duhet me dalë për ati Petku, në vërtet për Petku t'jot, personajët që shumit lisë të cimet, po duhet me punu dishka tjetër se kërë punu në herë në dytë. Ate duhet një pyet bimin, sa bimi është, sa bimi ka vullnet. Cili prej djemve të do që ju afrike ma shumë prindit në rallë? Po, ajo punë konë krejtë e bimit, mas shumë ti. Se bimi ka bërë gjinë, se ata ka imitu babën e vetë. E çdo fëmi i vogël, edhe ti, edhe unë, këmi konë vogël e këmi vogël babën i dëllë. E vërtet. E më është imitu babën tonë. Dhe më thonë, ata se kanë pas është, se kanë imitu babën e vetë. Aktori tjetër smuët, dhe kanë përvu edhe da aktorë. Si teatrit mi lujtë, po pasur se, në punën mi lujtë. Këta lujnë me shumë pasion, me vullnet, me dëshirë. E për mene bimin, cili është gabimi që s'bën me bon profesion? Bimi, rrallë gabon, s'kam brejtë. Gabon, a? Ja, nuk gabon bimi. Bimi i matë, vot i matë. Super. Do më thonë, këshilla me pas po vesh... Unë i pranoj këshillat e ti. Që dhe ma mirë. Shumë i kujdesshëm. Sa i tutet qumili grus? Që fshësi për me në qërë që shme bëj. E mërëm përgjigjem doket. Unë me grun jemi shumë shok mirë, me grun e kom
me grunë ku ma rritë qëtu ku jem. Këtë që rritje shakum pas, këtë shakum po në jetë e kom me grunë. Është ajo që fshijet pas me. Përshëndes shumë e janë në du mas shumë të në botë. E përshëndesim. E përshëndet ti. Unë po bashkan gjitna. E di që shpesh në për portale shkruhet zonjë vërtet, është me të vërtet për çdo lavdata dhe në paraqitje. Kur e lexon në portale se kur i shef fotot në lidhje me to, jo për ty si aktor i madh i humorit qysh nihesh. Jo dhina fort mirë se ku ti thojnë zonjë di që unë jem zëdhni. Po pra, shumë përgjigje mirë. Këto vite jetë bashkëtorë, cili për juve dyve në qef ka xhelozu ma shumë? Po normal që gruja xhelozon ma shumë. Apo, a? Gruja xhelozon ma shumë. Sekreti për me qu bashkë lumtur martesë gjithë të vjetë? Po, njoni duhet mi mshrel. Ka qepin. Ta këtë rast ndo këte, a? Pa përshep. Super. Për çka ki nostalgji nëse krahason skenën e artit sot me ato të para 30-40 viteve? Çka s'ka sot, çka po mungon sot? Sot gjithçka mungon, para 30-40 vite është punu shumë, sidomos për humorin, ka pas kriter, ka pas redaktor, ka pas të shkruas të mirë, ka pas regjiser të mirë. Këtu mas pari përshëndet dhe falenderoj shumë Luan Dakën, i cili ka qenë regjiseri i parë. Dhe regjiseri i parë në Kosovë me Akademi të Kryenet të Filmit në Mos që ka qenë edhe një kohë regjiser i Treshit për Sheshit. Okej. Personazhi që s'kishe mujt me imitu asnjëherë. Ka shumë personazhe. Pa shumë. Sidomos këta partive politike. Këta partive politike, Ja, po jam amatërisi unë edhe se kanë gatë 4 vjetë. Ka me imitu. Kur jemi të ky trendi i humorit edhe i komedive sot, është një farë trendi i serialeve vendore, çfarë not ju jep prinishi dhe në 10, shtynë produkteve, nëse i sheh, me atë sa mundesh, sa ki ko me i pa. Serial vendore jo, unë i jap 10, që se po mos tishin ata, unë s'isha dallu, s'isha arti më marrë mu me kamerë. Unë e du konkurencën shumë dhe i du të gjithë dhe i uroj shumë punë të marrë gjithë dhe vish punoni mirë se me humor e tregojnë kulturën e popullit Kosovës, kulturën e Kosovës, nëse bëni humor të mirë, nëse bëni humor të keq, atëherë na marrin vesh çfarë kulturë kemi. Haxhi Sevdaji, një fore që kishte mujt më na kallëzu sot, çtash. Në këtë moment që po të kujtohet e para që po të vjen mend. Me këtë qardhe e kum lënë blokin e forreve, kum lënë në shtëpi. Au, e pas kum harru, a? Ka me bomër me ti. Kom një që ndas ma kështu nuk them fort, pse, cila është arsyeja? Ndash në thojnë që u valzo, të ma ty në ftesë nuk më shku me valzu. Po bra. Ki me valzu, vi që më shku ki me marrë pjesë në dashë, në ultin karrik. Qëra me valzu? Vish ku shkojnë WC. Me humorin e kujt qesh, Qumili? Ose a qesh me humorin e naj kujt? Me humorin kështu jo, vish me privatisht, ku kum najt me cimen kum kesh, me lecin kum kesh, me zyren kum kesh shumë. Të ndjerën, ka. Te njerës që më ka shti me kesh, pas shumë të njerë. Sa herë e kom pishma njerë? Nuk vona pishman shumë, për zhgënje në njerës, në zhgënje shumë, ku i të i kaloj. Mos u ko njona prej momenteve të pishmanit, kur i shku në Amerike, ke marrë një çmim 2015 shumë të rëndësishëm si aktori ma i mirë. Mos ke pishman, pëse që më shku ma herët në Amerikë, kushe dikuj shakon. Ka gjasë se që kjo është një prej pishmaneve. Po, çdo aktor në botë andron me hesën të pitkush. E vërtet. E le me marrë një çmim më të madhin. E vërtet. Në Hollywood ajo është Ajo është super ngjarje dhe super nderim. E pse i djegët çmimet vite ma heret? Është një histori që i ke djegë çmimet që i ke fitu? Jo, e kum djegë një çmim, ka qenë, e kum pa marrë në Serbi. Isha në aksion, po për e parë që kum marrë çmim, falënderim. Falënderim, kur kënë bërë demonstratat në zi, kum harru vitin, këtë që kum pasë. Libra që si lexojsha serbisht i kum hek krejt, i kum kallë, domethënë i kum djeg krejt, i kum si shpret. Një prej pasioneve janë motorrat, a kanë qenë ndonjëherë rrezik për ty diçka në situatë me ta? Po i kum nërzu herë për motorën kum pas pasion si i ri, kum pas motorin, kum shku 2 herë
në Dubrovnik, i kur shku ma thot vogën. Aha. E tash, kom motor, vishë këshyri. Edhe ka pak e provën se, pas më duket e zona, kështu me raste. Si gjysh, a jema ndryshe se si babë? O, i kom 6 mesa, 2 nipa, pres edhe një nip. Mashallah. Jam gjyshi më i lumtë në botë. Zdi që shku mjetu pa nipa, pa mesa. Tash nuk ka mu shpia plot egjët i zdish. Që dhe më thonë nuk o në gjysh. Mashallah, inshallah e më rrimë për jetu edhe na. Deri kur kime vazhdu me qenë aktiv në skenë? A ja ke caktu vetin në basi një kohë kur pushon edhe smerësh mo e qas me komedi? Nëse një pe gjeli vodë, të thojnë vjetërit. Pa më lë? 2025-shën, 2023-shën, vitin tjetër i bëj më bon 50 vjetë në skenë, se kum startu me stand-up komedi. Për vjetor jubilar. Po edhe 40 vjetë më bon në televizion, para kamerës. Kom i festu, kom i bon një najtë madhe, kom i thirë dhe juve. Shtu më pas në me kona, super kismet. Atër këqyri janë nisi me atërru. Për fund që ka ju kështë thonë fansave të humorit komedisë tane? Fansave i përshëndes krejt gjithë fansat kaj kom në Shqiptari, në krejt botën. Ju dua shumë. Faleminderit shumë, ishte tepër kënaqësi, 50 pyetje shkun shumë shpejt, na u kënaqëm. Shkun 50. 50 i kisha thonë, bëmi edhe 50. Herën tjetër për 50 vjetorin e kalet e si bujna 100 pyetje. Faleminderit Egjët, je i shkëlqyshëm, je i mrekullueshëm. Faleminderit. Të veklani.